Dibar, mai që ta zamër për transport. Jo, informacione tirata che va mai che avevano fatto. Lo trej kam të Muna sa sa bateri. Jepja gjemë. Jo, va mai che ridai mai che Që me kota shi djali mirë po thojnë. non che sono su bateri. Do t'i bëj tu kështu këtë. Ball. Që s'lidhet më bërë fëtja s'ki që Çështje teknike, ja. A mos na tregu se çfarë vendos mos të mirë. Ne për çka u mblodhëm është që ta diskutojmë se çka në të vërtetë ndodhi sot, pra e patëm një nguti të pashpjegueshme, e cila unë mendoj që ka ardhur prej kryesisht prej presidentit edhe nga kryeministri Haradinaj, e cila u prezantua këtu në formë të një nisme ligjore, e cila u nënshkrua nga 43 deputet, Bexhet Pacolli e dorëheqi nënshkrimin e tij më duket, duke marrë shkas nga një peticion i organizuar nga shoqatat e luftës të UÇK-s për plotësim ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Në fund, neve na erdhi në kryesi të kuvendit ky ligj, ky domthon propozim për ndryshimin e ligjit me një pjesës e cila nuk ishte ndryshim dhe plotësim i ligjit. Pra, kishte ndodhur një mashtrim në ndërkohë, një bashkangjitje e një draftimi të ligjit, i cili ka qenë ligji më i shkurt në historinë e Republikës së Kosovës që e kam lexuar ndonjëherë, që i kishte vetëm 2 fjali. Fjalia e parë është fuqizohet gjykata speciale, fjalia e dytë është ky ligj hyn në fuqi menjëherë, pasi të votohet. Shumë deputet edhe vetë të cilët e kanë nënshkruar këtë nismë nuk e kanë ditur që do t'i bashkangjitet dhe e pjesë, pra dhe deputetët që e kanë nënshkruar nuk e kanë ditur që janë pjesë e një lloj skeme e cila ka dalë që t'jetë mashtruese në fund, dhe ne e kemi idenë që vetëvendosja jemi të qartë që ka qenë kundër gjykatës speciale gjithmonë. Ne kemi dhënë argumentet tona dhe jemi të vetmit që kemi qenë konsistent për me argumentu kundër gjykatës speciale. Pra, në atë kohë PDK-ja dhe LDK-ja të gjithë janë bashkuar për me shty përpara gjykatën speciale. Edhe pse në fillim patra, poshtë, ka qenë pikërisht presioni i atëherë zëvendës kryeministrit, por tash presidentit Thaçi, për më u votu kjo gjykatë speciale, edhe pas presionit të pa precedent mbi deputetët veç e veç, sidomos ata të PDK-s, sepse ishte një grup i PDK-s që fillimisht nuk e votoi. Pastaj, vetëvendosja mund të themi që nuk e ka ndryshuar qëndrimin e vet politik. Pra, lëvizja vetëvendosje nuk është pjesë e askujt, sepse u bë shumë, le të themi, spekulime dhe lajme këto orët e fundit, nuk është pjesë e asnjë grupi, nuk i shkon askujt pas. Lëvizja vetëvendosje është konsistente kundër gjykatës speciale, ashtu siç kemi qenë në vitin 2015, në gusht, kur u votua, ashtu jemi edhe tash. Pra, lëvizja vetëvendosje është kundër gjykatës speciale. Për tjerat, konkretisht çu do të veprojmë, cila është metoda më e mirë edhe më e duhur çysh me ardhë deri te heqja e gjykatës speciale, e cila ta kemi parasysh për vetëvendosjen në 3 dimensione e dëmton Kosovën themeli. Fillimisht e përçon sistemin tonë juridik, nuk është një sistemi unik, është mbi sovranitetin e Kosovës, është gjykatë diskriminuese, merret vetëm me krimet e UÇK-s, pra ka theksim etnik të
karakterit të krimeve, edhe e treta me pjesë që gjeni aty në ligjin për gjykatën speciale Kosovës i mohohet shtetësia në mënyrë eksplicite. Ti nuk i drejt as me pas qasje në procedurat qysh do të dënohen edhe qysh do të persekutohen njerëzit qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk do të kemi as qasje në arkiva, ne i kemi shpjeguar atër ato. Nuk ka ndryshuar as një qëndrim i lëvizjes vendosur. Për ta përmbledh, a jeni për shfuqizimin e propozuar nga pani, zotë Ekonomisa? Për këtë do ta diskutojmë edhe një herë. Neve na u ka dukur i pasinqert, për arsye se nuk është shfuqizim i nenit kushtetutës. Pa shfuqizim të nenit kushtetutës, ne mendojmë që nuk zhbëhet gjykata speciale. Ne mendojmë që kjo ka qenë lojë. Sot, krejt kjo që e keni pa, ka qenë lojë e pushtetit për me na shti në tema të cilat nuk janë të vërteta. Ose për me kriju një iluzion që po heqet gjykata speciale. Gjykata speciale ka bazamentin kushtetues, të mos harrojmë. Nuk e ka ligjor, thjesht. Kushtetuta është më lartë se ligjet. Gjykatë speciale do të ketë, për sa kohë do të ketë amandament, i cili është votu me 2/3 e Kuvendit Kosovës, edhe i cila është bërë pjesë e Kushtetutës të Kosovës. Herdo kur vetëvendosjes të jepet rasti, ta shpreh qëndrimin e vet edhe brenda seancës, po unë jam i dyshim tash, pas tërheqjes qeverisë që kjo do të ndodhë, mirë po herdo kur, nëse vjen puna, deri te qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje brenda Kuvendit të Kosovës, ne do ta kemi qëndrimin që më së miri do të ishte që kjo punë të shkojë përmes ndryshimeve kushtetuese. Të bënë pjesën tjetër në kryesisë, zonja Dërguti dhe a ju vendon ambasadorët që të mos shkoni për të mos u përkuruar? Jo, përkundrazi na u dok ngutije pa shpjegueshme. Pse për një moment, ne deri dje nuk e patëm këtë temë, dhe me njëherë në orën 7:30 të mbrëmjes, qohet pushteti, alarmohet, ndodhin takime të shumë feshta dhe na thuhet që ne do ta shfuqizojmë gjykatën speciale. Ku ekziston problemi? Neve nuk na ka kontaktuar kërkush. Do të ishte mirë të na tregonin ku ekziston ky siklet. I kujt është ky siklet? Mos është vetëm i ndonjë personi në Republikën e Kosovës. Çfarë është kjo nguti? Do të na shpjegoj dikush, do të na kontaktoj. Ata që mendojnë që do të ndodhë ky ndryshim, do të na kontaktojnë, të na shpjegojnë shqetësimet e tyre, pse qenka kjo patjetër të ndodhë në datën e sëntme dhe pse jo pas nesër. Pse jo 2 ditë më vonë. Mu kërkush nuk më ka tregu. Se sërdat në kryesi për më mësu këto. Una? Se shkut në kryesi. Jo, kërkush nuk po tregon. Kërkush nuk po tregon. Po dëshiron vetëm që shpejt e shpejt, edhe verbtazi, ti miratojmë disa vendime vetëm pse dikush ka vendosur kështu. Lëvizja vendosje nuk e nështrohet. Asnjë presion. Ne dëshirojmë. Në një takim ku ishin edhe ambasadorët e huaj, a nuk mund të cilësoj një lloj presioni edhe ndaj lëvizjes. E para, kjo nuk ka qenë takim i lëvizjes vetëvendosje me ambasadorët. Kam pas një takim me përfaqësuesit e LDK-s që të merremi vesh për pozicionet ku qëndrojnë. Duke filluar prej çka mendojnë për propozimin e nismës ligjore, deri te ajo a do të jenë në seancë, sa i përket kuorumit, sa i përket qëndrimit tyre, sa i përket mënyrës votimit, për krejt ne do të flasim më të merremi vesh, sepse jemi grupe parlamentare tek e fundit. Kështu që unë mendoj që ajo ka qenë një takim krejtësisht normal, ambasadorët kanë ardhur pastaj. Edhe unë jam ndodh aty kur kanë ardhur ambasadorët, nuk ka qenë ky një takim i planifikuar i vetëvendosjes me ambasadorët. A gjetët gjuhët për bashkët me LDK-n, zoti Konusa? LDK-ja e ka pas qëndrimin e kundërt me vetëvendosjen, edhe në 2015, ata janë gjithçysh të ndodhë gjykata speciale. Ne nuk kemi pajtuar me qëndrimin e tyre, sepse ata na u kanë dukur që kur po mendojnë për gjykatën speciale, shumë ma shumë po mendojnë përmes emrave se për nga niveli i interesit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është e kundërta. Lëvizja vetëvendosje niset nga interesi i Kosovës. Nëse interesi i Kosovës edhe i kombit shqiptar përmes kësaj gjykate dëmtohet shumë, neve nuk na interesojnë emrat që eventualisht do të përfundonin atë gjykatë. Kjo është sekondare. Ama primare për lëvizjen vetëvendosje është çka i bën kjo gjykatë. Shtetit të Kosovës, imazhit të Kosovës, kombit shqiptar, interesit tonë të përgjithshëm nacional. Nga ky kuptim, unë mendoj që nuk ka ndryshuar.
qëndrimi i lëvizjes së vendosjes është po i njëjti, ne jemi kundër gjykatës speciale. Si e komentoni deklaratën e ambasadorit amerikan që interesi i Kosovës është të funksionalizohet gjykata speciale? Atëherë nëse e ka me kaq seriozitet të takohet me atë i cili në atë kohë ka qenë njeriu kryesor që e ka bërë gjykatën speciale, kjo është Hashim Thaçi. Zoti Dellavina ka thënë që ka shumë raporte të mira me të, le të shkoj, le ta bind njeriu kryesor i cili tash po është kundër gjykatës speciale. Pra kështu zgjidhet problemi nëse Aprovet ju vind juve. Dellavia po Aprovet ju vind juve për ta ndryshuar qëndrimin. Jo, thjesht na tha do të isha shumë kurreshtar ta dija qëndrimin tuaj. A ja tregoti? Po. Kështu sapo ata që juve. Jemi kundër gjykatës speciale. Faleminderit. Sa shefi i grupit parlamentar dhe vendosën sapo ka pozicionuar ajo që është e fundit që janë situatë